Ish-kryebashkiaku i Marës Jorgo Goro është transferuar drejt burgut të Fierit, ai u vetdorëzua në komisariatin e Vlorës pasi SPAK lëshoi urdhër ekzekutimi për rikthimin e tij në burg. Pavarësisht vetdorëzimit, më herët mbrojtja e Goros depozitoi një kërkesë për revokimin e urdhrit të ekzekutimit me argumentin se dënimi është shlyer përmes kohës para burgimit. Goro u lirua nga burgu 12 gushtin e vitit kaluar pasi vuajti 17 muaj në qeli prej dënimit të dhënë fillimisht nga shkalla e parë e gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Vendimi i apelit të gjykatës së posaçme lidhet me çështjen e tjetërsimit të një prone në zonën e Livadhës në Imar, për të cilën Goro ishte dënuar edhe në shkallë të parë nga GKKO në 30 korrik 2025 me 2 vite burg, dënim që u la në fuqi nga apeli, por me gjykim të shkurtuar zbret në 1 vit e 4 muaj. SPAK ka bërë për llogaritjen e kohës së vuajtur në paraburgim dhe ka dalë në përfundimin se Goro si mbeten dhe 6 muaj e 10 ditë për të shlyer. Ndërkohë më herët ai kishte vuajtur 17 muaj burg nga një tjetër dënim lidhur me tjetërsimin e 10.000 metrave katror në Gjilek të Marës, nga i cili përfitoi ulje për shkak të procedurës së gjykimit të shkurtuar dhe u lirua.